Pas 10 tentimesh për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit, deputetët e zgjedhur sërish dështuan në këtë drejtim. Albulena Haxhiu nuk mori votat e mjaftueshme disa herë për të zgjedhur si kryeparlamentare e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, e disa herë të tjera mungesa e deputetëve bëri që seanca të dështonte. Derisa deputetët po vazhdojnë të njëjtat qëndrime, formimi i institucioneve të reja po shihet si një rrugë e gjatë dhe e vështirë, duke që në këtë situatë duhet kërkojnë ndihmë Kosova nga vendet aleate. SBA dhe BE kanë përkrahur shumë herë Kosovën për të zgjidhur problemet e saj politike, por është koha që vendi të kërkojë ndihmë. Ish ambasadori holandez në Kosovë Robert Bosch në një prononcim ka thënë se kjo është çështje e Kosovës që duhet të tregojë përgjegjësi dhe partitë duhet bëjnë kompromise. Jo varet nga vetë Kosova si vend i pavarur, ajo duhet të tregojë përgjegjësi dhe partitë duhet të jenë të hapura për kompromis, do të thotë të përpiqen të formojnë një qeveri të qëndrueshme, por mos të teproni me kërkesat, thekson ambasadori Bosch. Ai u bëri thirrje partive politike që interesin e vendit ta vendosin të parin, bëje interesin e vendit numër 1 dhe atë të partisë dytësore. Mësoni të mblidheni dhe të merrni. Rezultatet e zgjedhjeve ishin të tilla që nuk kishte mundësi tjetër vlerëson më tej ai. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se Albin Kurti dhe LVV po tentojnë që në format më të palishme jo kushtetuese dhe duke keq përdorur Avni Deharin të imponojnë vullnetin e tyre. Në mungesë të shumicës parlamentare, Kurti dhe VV-ja po tentojnë që në forma të palishme dhe jo kushtetuese dhe duke keq përdorur njëri të moshuar, zotin Dehari, tentuan të imponojnë vullnetin e tyre duke shkelur kushtetutën hapur, ka thënë Krasniqi. Krasniqi ka thënë se VV duhet ta ndërrojë kandidatin dhe ta propozojë një kandidat që merr shumicën e votave për të bërë kryetari i Kuvendit. Deputetja Ganimete Musliu ka thënë se shteti ka mbetur institucionet sepse Albulena ka vendosur të bëhet masha e Albinit. Albulena mbi Republikën, shteti vazhdon të mbetet pa institucione sepse Albulena ka vendosur të bëhet masha e Albinit. Ajo ka zgjedhur që pushtetin e Albinit ta vendosë mbi shtetin, mbi interesin e popullit, mbi të ardhmen e fëmijëve të saj. Musliu ka shtuar se kur individi vlen më shumë se shteti, vritet demokracia. Ajo ka thënë se Kurti dhe Haxhiu do të mbeten vetëm si dy njolla në rrugën institucionale të Republikës së Kosovës. Albulena po lejon që emri i saj të bëhet arma me cilën Albini po synon të vrasë demokracinë tonë. Ajo po bëhet shkaktare e një krize institucionale, politike dhe morale, por nuk do t'ja dalin asnjëmi. Albulena do të mund të vrasin këtë shtet, do të mbeten vetëm si dy njolla në rrugën institucionale të Republikës së Kosovës. 10 herë tentuan, 10 herë dështuan. Në ndërkohë Donika, Mimoza dhe Peci po mundohen me ishti mend një Kosovë të tërë, por për me shtim mend duhet fillimisht me pas mend. Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të reja dhe 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve nacionale të nënshkurtit. Pas 10 tentimesh ka dështuar zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës, një post për cilin partia fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit, lëvizja vetëvendosje, ka propozuar Albulena Haxhiun. Natasha Kendic, kryetare e Fondit për të Drejtat Humanitare, ka thënë se nëse do ndodhë ringjallja e Komra, iniciativë për krimin e një komisioni rajonal për të vërtetën rreth krimeve të luftës, kjo do ndryshonte rrënjësisht marrëdhëniet historike mes Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë me publicistin Veton Suroi, në podcastin Pik, Kendic komentoi një skenar të përfituar nga Suroi, ku në vitin 2026 autoritetet e reja në Beograd dhe ato në Prishtinë vendosin pikërisht të formojnë zyrtarisht Komran. Nëse do të ndodhë, kjo do ndryshonte vërtet marrëdhënien historike midis Kosovës dhe Serbisë. Do të kuptoj përmase asaj që në të vërtet ka ndodhur, ka thënë Kendic. Ajo theksoi se pavarësisht realitetit të shqetësisë Kosovës, që nga përfundimi i luftës në Serbi ende përdoren terma mohuese si institucionet përkohshme apo jashtëligjshëm kryeministër, gjë që mohon realitetin politik dhe institucional të Kosovës. Jetojmë në 2 shtete të ndara dhe një ditë kjo do të pranohet, edhe politikisht dhe publikisht, ka deklaruar më tej Natasha Kendic, kryetare e Fondit për të Drejtat Humanitare. Duke shtuar më tej se retorika propagandistike nuk mund të zëvendësojë faktet në terren, ka shtuar më tej Kendic.